Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe çdo javë transmetohet edhe në RTV Dukagjini. Përshëndetje. Romak, pa fillu episodin e radhës, ti falenderojmë një herë sponsorët tanë të cilët janë Patos, Golden Eagle dhe KGM Sanjon Kosova, brendi mirënjohuri i automjeteve nga Korea e Jugut, ndërsa sot me neve është një ish futbollist i njohur, tani më disa vite trajner, Robert Gjeraj. Robert, mirë se vjen te Arena e Yjeve. Mirë se vjen Gjeta, faleminderit për ftesën. Mirë se vjen Robert. Faleminderit na ke nderuar me ardhjen tënde. Atëherë pa humbur kohë, filloj me fol për futbollin, ato që doj më shumë ti, të tret besoj. Dihet normalisht. Kur ka fillu Roberti me futbollin, edhe pse je një legjendë e lirisë, e ke nis karrierën te shkolla e futbollit Shkëndija, që është nga Prizreni. Para luftës demek 94-ën, 10 vjet e kom pas, u kon një shkollë e futbollit, e vetmja shkollë e futbollit u kon atëherë, në fakt dy shkolla u kon edhe një Prizreni u thirr. Okay. I na regjistruar dhe shkoshim krejt rinia, krejt fëmijë aty me ushtru, edhe ushtroshim çmë thon tinës ushtroshim, se u kon koha shumë e keqe, koha okupimit atëherë, kena ushtruar në stadion me Llaç, shkolla e futbollit Shkëndija, u kon trener Bedri Xheko kur sa harroj. Edhe na merr kena ushtrojke, edhe non stop na ka thonë që bënoni gati se një ditë keni me dalë. Na ushtroshim me një stadion me Llaç, ku ata stadioni Dims, njëri rrek na kallëzoi që nëse vin policia duhet me ik, edhe dhe keni me pas një shpresë që keni me ushtruar në stadionin tjetër. Tash ku stadioni i Liris, na ishim për bir. Stadionin edhe e kishim ëndër, vetëm me dal një herë me ushtru aty. Mas luftës veç ajo u bë realitet. Dolëm në atë pjesën e ne ushtrum. Ju kon kona shumë vështira. Kur kena ushtru, para më kena luajtur dy golla, një ekip ka luajtur me Majica, një ekip pa Majica Collak. Se s'kena pas Jeleka ose Majica tjera në ngjyrë tjetër me lut dy ekipe. Për mu dallu njëri regional, trajneri regional që nëse helbete me ardh policia ose me thon diçka se neve na bërtiçin ose na përzajshin se fëmijë, po i çiçim te lasha atinve. Ne stop kena ushtru, çmë thon vullneti i madh, kopashket në çon tinës të shku të stërvit, po ju konkona shumë të mira. Ato na kanë mojt nashta me motiv që me vazhdu edhe me ecë përpara. Robert, ti në ekip parë ke debutu te Liria, por sezonin e parë plot e ke luajtur një klub tjetër Prizrenas Getaori, i cili më nuk ekziston. Na kallëzo pak për këtë kohën kur ke fillu debutimin me ekipin e parë. Sa vjeçar ke qenë edhe çush ka ardhuri te debutimi me ekipin e parë? Unë te ekipi parë në Liri, çush tashte mas u kry lufta tani në 99-ën, 2000, kur filloi kampionati joni rregull dhe fillun lojnat, unë dolem në stadiume të mira. Po, stadiume dolem bare, e çesha bajn, besëm dështore kur hesha, u kon një farmasti që i bëshin lojtarët, masash komen vetëm atë erën kur e nisha unë mesha motiv. Me lujse thosha ju mbo lojtarët, do të më dhon maksimumin, edhe na mor Skënder Shengylli na mor trajnerin e ekipin e parë si 16 vjet. Allah unas nuk më sham me po ëndër që kom me lut. Me Kforin Gjerman, në loja parë, u kon me Kforin Gjerman. Tash i rutja e ekipën e parë pak, që u shliru qytete e bën në një lojë kështu miqësore me lut, o ton natës pa ta flet në gjumë, tash ku me lutun e nesër me ekipin e parë, edhe priqja sa lojë mas ne komet në ekipin e parë. Po Liria në çat sezon nuk poti rezultat, ra prej ligës, edhe Getaori sa ish formu. Në vitin 2001-2002 ata i kalun dy liga, edhe hypën Super League, edhe na morën tash të lojtarëve që jena pak më të ri edhe që jena dëshmu që lutem në Super League, Në Super League na morën në Getaori. Jo kon të organizuar ata klub. Shumë të organizuar. Unë në atë kohë ekip më të organizuar nuk kom po. Është hera e parë në jetë tam 2002-ën që neve Getaori atëherë ju kon edhe pjesë federatës ata në imbesimin, verbesimin ju kon donator shumë të mëdhej futbollit kosovar ata. 3 vllazën ju kon edhe Omeri, edhe na kanë qenë në Antalya janë përgatitje. Në 2002 në Antalya. 2002 në Antalya janë përgatitje kena shku që po të kallëzoj unë u vesha këtu ro bor në Kosovë nëse desha është Antalya qysh është atje. Planinka ata i keni po ato. Në thekë të ne mos veshni shumë trash deri në aeroport sa atje o nxet. Jo, po thosha se mardhjem atje. Jo, kanë trash. Kush bon në Antalya unë me planinka me jokrat ato lëm plazh. Ku horë bënëm. Edhe na kanë qenë përgatitje në Antalya ku nuk harroj, u kon një klub shumë i organizuar, shumë i mirë me
e ka pas kuzhinën e vet. Drekat nuk i kena hongër në restoran, e kanë pas atë firmën e vet që kanë pas getari, firmë ndërtimi kështu, edhe e kanë bërë kuzhinën e vet për neve. Për futboll. Non stop me banane, me baklava, me çdo sen që i vjen në lojtarit, pe pajiseve e 2 herë në vjet na kanë blerë dhe kopashka që në atë kohë neve u desh mi ble vet. Po. Edhe një rrugë kanë kushtuar. Pasha zotin edhe konë shumë shtrajt në atë kohë Kopa Mondial, ato ju konë në kanë ble ata, në kanë dhonë, ju konë një ndër klubet më të organizume që ju konë atër, po fillum Super League, lojë të mirë, metëm League, lojën e funit me vllaznimin, u konë një lojë shumë përmbjetis, lojë e funit u konë. Nëse na kishim hub, bishim për ligës. Me hub vllaznimi, bike për ligës, po veç barazimi na konvenojke neve. Edhe na në minutën e 8 dham gol, marroi loja 1-0, kur njët, deq atër kur njët, masane unë kom pa publike dhe ma shumë, po unë i rijëm kon 19 vjet, 18, s'pedi sakt, mës t'gaboj, me po unë e qesh publik kom më dridhëshin, prej Gjakovës kishin orë plot, prej qytetit plot, helikopterat jënë kon të këforit e rujshin lojën, thësha shkau, po adin mësë të dosh me kërësit lufta apet edhe njerë, edhe fitu, edhe mas një trikat e ditëve që kërtan po shuhet klubi, mërën vendim ta vllaznë që me fuzionu klubi se stres e shumë i madh, në familje, shpenzimet e mdhaja në atë kohë, s'kanë pas kësi ligje që shikina në asat, s'kanë pas këtë me pare të vetat i kanë bo, edhe duhet më janë ditë shumë për njerë, pasha zotin se e kanë mojtë futbolin në gjallë, jo vetëm ata, po çdo donator që ka thonë që atër kohë, duhet më janë ditë për njerë neve që na kanë mundësu se nështë s'kishin vazhdu me lujt. Edhe atër ndodhe fuzionimi po në futbolin kosovar është getari vllaznimi. Edhe i rëzut për i ligë edhe i mojnë ligë. Ligës edhe vllaznimi tani u fuzionu edhe se di që shka ndodh atër, që shukon, po desht me ne 6 muj me emën getari vllaznimi, që të na thëshin dishka, edhe tani ka vazhdu. Vllaznimi getari u shu, neve na tregun edhe na metëm në rrugë. Adin tash s'kishim ku me lujt mo, plus na jena kon shumë të rija atër, edhe një farë e kanë pas një farë e rivaliteti, liria me getarin. Edhe na thëshin neve që shkum për liris në getari, ju s'muni mu këty mon liri. Adin edhe na thëshin, shka i bënëm vete, se s'dishim. Se keni mendu që shuhet ka shpejt klubi? Na në qatë kohë pak e kalzum vetën, lujtë mirë gjatë kampionatit edhe Celina na propozoj te Rafet Prekazin 3-7-9, tha qështu 2 lojtarë 3 në fakt. Shkohet e të thënon që, po aty nuk ka shenajt edhe shumë në Mitrovic, që shkujton në qatë kohë? Te 89 që unë e menoj që u konë nashta hopi i parë që unë e kom po qysh është me lujt jashtë qytetin tënë edhe jashtë venit atë den. Edhe të ka pjek ma shumë sigurisht. Edhe më ka pjek fillë edhe kom shku shumë i ri edhe kom marrë provoj shumë toja, se në qatë kohë ku shkova unë ju në konë, nëse i moni men një farë, ju në konë një 2 bulgar aty Stojevi edhe Vasko Ivanov, ju në konë lojtarë shumë të mirë edhe më karo me ata mund si merë, unë e kur s'kisha dollë për shpis, direkt me bulgarë si merë me net aty, mësësha shumë sene, për timve më kaldeshin ata lojtarë shumë me provoj, tani dullim stërvitja edhe kur nuk arroj, dullim aty, filloj stërvitjen edhe trajneri po fol, po thot për transfera, nuk na tha neve direkt, po folka për transfera, nëse nuk keni 2 herë më të mirë se vendor, ju s'keni shka me lyp këtu, se ju për që shtu luin lojtarët vendor. Edhe i ka pas ata Mitrovica se fortë. Çato doshta me thonë ne shkova me Brandon Kem na 3 thash Brandos. Kur u kthym banesë tash na s'pas kam shka me lyp këtu pse po thash ta ku kanë lojtar super këtë mirë thash ne sina më të mirë se këta. Një herë Lemo 2. Po Lyke Sejdon Bashi, Shpëtim Idrizi, Emin Baliçi, Elvis Osmani. Kon gjenerate art natë kohë. Vasko Ivanov këta Krasimir Stojev këtë super lojtar aty, su merke gjumit ton natën, tasha na që ishin Bajgor, do stravitje mi bo na leshim Bostan atë nal, dashim ku ta kryni stravitjen keni me hongër Bostan. Atë nal i jepshim zarë tash Arbandos pa i kryq stravitjen ashtu s'mund na me lut. Po er momenti tani na dhan mundsinë, lutëm Brando luti pak më shpejt, unë pak më vonë, fillova me lut zonën vend, po nuk zgjati shumë veç 6 muaj. Për shkak se Celina neve na pat propozu këto. Edhe në ndërkohë Celina u angazhu te Besa, tani na mor neve foli me këta 379 çështo edhe jo që na ishim edhe lojtar kyç për shembull 379 sa ata Shpëtim Idrizi ata ja upshin topin kujdo, na u bëshim lojtarë në fakt na jena mësuar prej atë. Si La Masia. Çfarë po si me shku në Barcelonë me lut Çigrinski ka luajtur Barcelonë është lehtë. Edhe te Besa shkum te Besa. Me rekomandimin e Celinës, shkoni te Besa, hopi i madh në karrierë. Te Besa jeni pjesë e sukseseve më të mëdha ku i fitojnë 3 tituj radhazi. Më thonë edhe rekord në Kosovë, deri tash kur i bun edhe Ballkani. Qysh e kujton kohën edhe na fol pak për atë gjenerat Besës, për atë ekip se edhe ajo llogarit si Barcelona e që kështë të thonë që thash për 389 Besa u kon ajo gjenerat 2003-2006 u kon
Më me thonë tash nëse i shkon që e gjenerati kish kalu pa problem edhe ajo kish shku në grupe. Kish kalu edhe grupet. Përbes kish me lutje me Agjezeken, me Mensur Doraku, Lilian Albanin, Valmer Betyqin, e Papuqin atë kohë. U kon Fetim Kasapin, sa harrova se me myta me bon. Fisnik Vashi, plot emra tjerë. Ata do më thonë shev me ata, sheva dini, në shev me lut me ata, ta kanë zërë shpirtin, u dësht me çu dorë me thonë a bën pak dalt pushoj se mytet. Aty do më thonë e kum kuptu taman futbollin çu do të me lut, çu do të më pozicionu, çka do të më bë, kur do të më smugut, më kanë prit jashtëzakonisht mirë. Më kanë ofru si më kanë unë, a din ç'më ka dok më pe mas 2 muajve, që unë jem shku pe 10 vjet. Po, 10 vjet çashtu jem shku. Pritja u kon ambientimi çaçi let. Mosafiri ju që kon këtu Mensur Doraku, u kon një ndërletar që më ka prit mu mas mirë që jem shoqënu tani shumë me ta, bilem shumë sene e kena bë bashkë me ta. Edhe normal Papuqi, këtë që i përmena, pa dallim, pa dallu asnjërin ju kon që neve na kanë shtisën, o shumë me rëndësi me një ekip ku shkon në varet që shpresin. Nëse ata ty kanë me të prit mirë, edhe ti ki mu gjetin nuk ka shans mos me pas rezultat. Tani më kanë mu edhe mu përmesu edhe unë vet, se unë zakonisht më kanë lojtar. Ju e mbrojtësa më të mirë në ligë, ju më bë me ndimin e atinve. Se unë zakonisht më kanë lojtar që më angazhu, edhe kum luftu mirë, po kum pas pak probleme teknik, ata mi kanë mësuar edhe ato. Kreti kum mësu çu do të më bë, çka do të bëj. Me ta me çu topin nalt. Ja, me çu topin nalt ata dashin ka dalë se këto luhet për tokë, Këto luhet për vallë për tokë. A besova që keni me pas atë sukses me 3 trofe rradhaze, kupën, superkupën. Në fillim këtë ku shkova. Kur kom shku në fillim, ma bëjke Mensur Doraku që ardhën në qytetin e kampionëve, den se edhe peja në basketbollu kanë shumë e fortë atë, edhe këtu nuk ka me luftu për ekzistencë. Tu kemi luftu për titullin, mu do ke ëndër me të kallzu drejt. Tu lut, tu fitu, u kon rivaliteti shumë i madh. Prishtina u kon e fortë. Trepça 89 u kon e fortë. Flamurtari u kon e fortë me Armand Cungun, Grima, Resuli. U kon ajo koha që i mori Shqipnis po. Ju kon shumë lojtar të mira den edhe plus. Tani edhe Keç ato këtu Sodi, Sonaj, u kon shumë problem u kon. Po u kon konkurrenca shumë e madhe, nuk i pas një lojë me gabu. U kanë shumë problem, edhe Liria u kanë fort, ka luajtur Arsema Bazi, Oleksej Emra, Fitim Kruça, këtë ekipet janë kanë fort, edhe në sezon spedit cilën për sezonave u kanë futbolli me play-off edhe me play-out. Po. A din 6-6 janë ndo. 6 parat kanë luajtur për titull, 6 punit për ekzistencë. Edhe në çat format jena bë kampion tani kur bën në vitin e parë, tash më mbrojt vitin e dytë se nuk u kanë rastësisht viti i parë. E morën vitin e dytë. Kur e bënën vitin e tretë, me konfirmu që jena lojtar të mirë, se nuk u kanë rastësisht deri kur u kanë fabrika e birrës, që u kanë aty me kryetar Agim Elshanin. U kanë aty u kanë një s'po di çka më thon. Vetëm në Evropë ki pas cili titull ose cili trofet ka shiu më shumë te Besa e PS. Titulli i parë. I parë u kanë shumë e mirë. Ska si era parë. Ja, ska si era parë, dihet çdo sa për parë tani. Edhe ka thyer okullin për këta të tjerë. U kanë edhe lojtarët u kanë shumë mirë, edhe rivaliteti u kanë më i madh herën e parë tani. E moj men një lojë me Prishtinën, i na kon të fitu 3-0, na thëshin mes me na dhon më golla lojtar. Tash nuk e di sakt kush u kon në atë kohë lojtar i Prishtinës që i ka dhënë, po Mensuri e ka ditë më mirë, se kjo mos na jepni mos se u bënëm hora, po dem se ndodhe, na kanë ndodhur edhe neve, na kanë dhënë ka 6 copa, se ka në moment edhe je shumë ekipe fort, po nuk të shkoni merr 4-5 copa edhe nuk i shka, po u kon çaj gjenerat. Mensuri këtu në këtë studio ka kallëzu që edhe në gjatë kohës të Besa keni shku një herë në Antalya përgatitje. Po mas getarit, tani Celina u kon. Po, se edhe e pa të përmend, tha Celina ishte mësuar me shku në Turqi, tha na bëj edhe neve, tha edhe për neve era borda çdo herë seminare. Edhe tash kur na çer për getarit, ai u bë trener në Besë, edhe Besës direkt i ka propozuar që me shku atje. Tani kena shku edhe me Besën një herë. Mu më ka me shku për na fok 3 herë me rën në Antalya në atë kohë, kur unë nuk di çfarë shikoj deti atje. Me nesha që kujna të shku se unë llogarit që kena me shku në fushë edhe veç kena me ushtru ku gjë tjetër. Ja po hajmë futbollit edhe me deti, ja. Ja po deti shkojmë më lajshim në atje. Ka 4-5 fusha për një mesh. Po shumë ka pas edhe kena luajtur me ekipe shumë të forta. Me Rubin Kazanin, me Obollonin, me këto të Ukrainës, kena luajtur një ekipe shumë të forta. Na ishim Ani herë s'do i ke kërkush me lu me Juve, kush janë këta kinez? Website-in, s'kishim na website klubit, s'dëshim me lut me neve, po kur ishim lojt tani me lut, ishim që na po dino, se mas ne lypshin tjetër me lut me neve. Ishim apo lujm, kena pas shumë cilësi, u kanë shumë ekipa shumë e fortë, Agjezeken me pas në ekip, ti veç e ke ditë sigurt që një Xara veç ka fillu loja tani. Gjithmonë u kon e pabesueshëm, mu krynin ndeshje. Po.
Edhe ajo ku ka pos bombera shumë. Shumë bombera ka pas. Vojvoda, Vojvoda, Malçoçën Pala, Uliksi, Selman Berisha, plot ka pas. Ylber Aliu, kon një lojtar ka luajtur te Keku. E më mend se Sulmusti më mend më shumë pak që ju përball me ta. Po, ju kanë shumë lojtar të mirë. E cili u kon Sulmusti që ta ka bu ma të shtirë karrierën. Jetën mrena fushës. Pasha zotën me të kallzu drejt ka pas shumë sulmus mira, po na foka jeme që nuk kum lut shpesh kundër Axhezekës. Po çfarë që kum lut kundër Axhezekës tani ku shkova në vllazëm, u kanë ndër sulmus që u kanë shumë i papërshtatshëm. Shumë nuk kum veç kum thonë inshallah ndihmon Zoti më marr një herë topin, edhe tash profesorit Malçon Xhanbala edhe ai ka luajtur shumë mirë. Po. Me shpinë, që në përball direkt, a din edhe u kon shumë Malçoi smush as topit më apo. A din do shabish tash topin musha me prek. U kon i madh i fuqishëm i Xhon edhe ka ditë me mbrojt topin. E me këta kum pas shumë të lashë. Kështu me lojtar që i kum pas në ekip, shoqër nuk kum ka ra me lut kundër tinve se u kon edhe Uliksi Emra u kon një sulmues shumë i fortë, shumë i mirë, u kanë shumë probleme, po nuk kum lut kundër atij pak. S'na ka ra më përballë. Këta dy janë që më ka ra shumë më përballë, se Malçoi luajën atë kohë në Prishtinë. Po. Ku shkova në vllazëm luajim kundër Besës, Haxhi Alos se kishton plus në ngjysh Haxhin unë. Tani thësha qysh kena më përballë na me këto shak ku më ja gjetën ne këtë. Apet mirë si ja ke ditë do trika do. Ja kum ditë do pa, apet do kon shumë e vështirë me to më përballë. Shumë e vështirë. Tu lut kundër Haxhit, se kundash më lut veç inshallah e kryen me një gol. Po e kryen me një dhe inshallah se bëjnë gabime do. Çashtu u kon. Robert, domethën pe Besës te vllazëdimi ke qëndruar gjatë. Po e ke fituar veç një kupë, edhe titullin e keni hub në fondën vështërë. Se kujton këtë kohën të vllazëdimi, pas edhe aty e familiarizu, edhe plot kanë menu që një herë i Pejës, tani i Gjakovës, pas e ka diti që di ku Çipërës. Unë kam kuptuar herë si ta më Prizrenli. Po ky Pejon një herë kur shkoi në Gjakovë, më Gjakovar kokas. Një herë ma kanë qitë në gazeta ata që në gazeta sport e këto Gjakovare nga Prizreni. Ma shkruajnë deri kur kanë marrë vesh që jam i Prizrenit. Tani kur elshoj fabrika e birrës e la Besën, adin u shpartallu ekipi, këtë lypshin tani solitar të mirë me gjithë dikun angazhman më të mirë. Unë shkova në vllaznim, prap kom shku me propozim në ndres komunit, një lojtar që kena luajtur bashkë në Besë. Se vllaznimi atar e mor Nikjes vllaznimin, Skënder Bajrami që kon investitori më i madh edhe në çat kohë ka dhënë shumë për vllaznimin. Firma atë Nikjes, u kon që ka dhënë shumë për vllaznimin edhe ka bë tepër. Edhe e propozoi ai, po ai nuk më njeh ke mua. Se na s'kena dola atë në televizor edhe në çat kohë, vetëm nëpër gazeta shumë pak edhe i na njoh. Edhe tha çto tha çush po vjen atë adin, sa parë i doni kështu thash, unë nuk du parë, thash unë veç nëse e meritoj, se ata kishin marrë shumë parë lojtar të tjerë. Po. Thash unë sa ti meritoj ti jam, nëse nuk e meritoj mos më jap. Adin, çështu e thash. Edhe kry ai ma caktoi në rrog, dolan stërvitja, fillum bam bim. Njëherë nuk më lut hiç. Në fillim nuk më kanë llogarit hiç. Tani tu i dhon tifoz. Kanë lyp adin, me shtin loj, Po se u shndrohen Gjakovar, edhe ma dhan mundsinë me lujt, e kallzova veten lojë miqësore, edhe më shtinën në zona vënë lujta mirë. Tani u kon një drejtori i klubit, Alfred Bajrami u kon ai. Kur e pa që unë po angazhohen edhe nuk kisha marrën e parë sa kishin marrë tjerë, unë e kisha një gol trash. Po. Atëherë edhe çfarë kërret i kiçaf? Unë isha do adin që do breshka Volkswagen, si breshka që u thonë. Thash, edhe kalën një kërë, thash që si kom qef, veç e ka thire, e ka njoft që atë në kërë, veç e ka thire telefoni dhe sa shet kërë në morën vesh, ma ka ble kërën, si shpëblim që unë e po angazhona në fush. Do me thonë, dhurat e more një kërë, ma ka një golfin trash, edhe ma ka ble qatë kërë dhurat prej sezonin e parë, po, sezonin e parë, në 2007-ën. Sa kena shku që atër 2008-ën që kena marrë kupën, në 2007-8. Që atër ma ka blekjerën edhe më ka thonë maja e ki dhurat që jetu angazhu, jetu edhon maksimumin, edhe e ki kaldu vetën. Adin sonë në fillim të ashtë nëse nuk e meritoj, mësë mjep një kur gjo. Edhe ma shpërblet tani aj, shkoj kampionati, shkoj mirë, kem të luftu për titull, loja në vështri, loja vendimtare me fitu lojen. Prej zdia ka pas në kush për Gjakovës se nuk u konë në stadion. 1-0 të fitu hupëm 3-1. Tani ti edin Kosovë çdo loj vendimtare që është, ose thojnë e ka shit, ose thojnë e ka ble. Njënën nuk ki shans me merit me bot diçka, edhe nëse e bën me merit, kur njët, çatëherë unë e kom thonë veç çelu tok, ti marr edhe mos dal më, nuk e kom një veten më keq, se kishim luftu shumë për një titull, se s'kishin marrë titull 20 vjet ishin Gjakov, nuk kena marrë titull apo den.
edhe e kina pas momentin se investoj shumë Skënder Bajrami. Shumë lojtar po hopëm 3-1, nuk u bë. Po shka është më e rëndësishme, mas 3 ditëve e kina pas kupën. O 3 ditë s'kam flet në gjumë, thoshta çysh kena me lutë na për kupë, kur na kena u titullin, s'kena më mja fituar, po impresioni shumë i madh. E njëjta atmosferë u kon edhe për kupë. Me Trepçën 89 fitum lojë shtesë. Edhe masane një farë ngushëllimi, o zot, thësha, shoqë që fitum kupën, ja pronëm një kupë. Pak se mbele po. Ngushëllim pak me një kupë, edhe pse nuk u kon ku më ditë kupa, nuk ka sa çështë titulli, atë ata kanë prit shumë titulle. Titullin lufton këtë sezonën. Edhe pse për më natko, unë besoj që natko e kanë pas rëndësinë e njëjtë se sa ka çu titullin në Evropë. Po jo, s'kan çu kërkon, e kanë pas rëndësinë e njëjtë mirë titull, ata janë kanë shumë përgatitur për titull, se na kena bërë sezon fantastik. Investimi u kon shumë i madh, këtë hyje e mushi, domethënë ekipas edhe Uliksin natko. Uliksi, Ismet Ramushi, po Patrik Doçi, Benis Kasniqi, Fisnik Papuçi, Kret Mensuri. Plot ju kon tena tani. Genc Hoxha u kon trajner që u kon fituesi 2 titujve me Besën. A dini na kon ekip shumë e mirë. Edhe Skënder Bajrami veç thujet e neve veç zoni nuk na ka pagu që kena bërtit në lojë. Çdo sen na ka pagu. Çdo sen, atë do të më përshëndet edhe me falënderues se ka dhënë shumë për vllaznimin në atë kohë. Edhe nuk mund të më jash problem me titull, po shoqë zotit e morëm kupën. Tani mas asaj nuk u bë ai nuk vazhdoj mos Skënder Bajrami se komuna, diçka me komunën, stadiumi, siç tash po ndodhin çdo të lashe kanë vazhduar prej asaj kohë që kanë menaxhim të komunave as su privatizojnë klubet as. Sot deka që shkon me shku situata e la, tani më veç fillum me ra. Klubi ka pas shumë të lashe, një herë merrshim rroga, një herë nuk merrshim, po çdo herë në fillim të sezonit kishke pak tani me mungesa, mëse e kena shtyr non stop, po gati deri në 2016 më mra kur ram prej ligës atë më mra me net. Ram ja me vllaznimin unë gjetëm prap. Edhe në menet është koha më e mirë që kam kalu në futboll, sa është karriera jam prej 22-3 vjetëve deri në 32-3 kom net aty. Po. Atë është koha shumë e gjatë, e kam dhënë maksimumin, më shumë se maksimumin e kam dhënë. Me një farë dikur je graduar edhe me shiritjen e kapitenit. Po, patën bo edhe kapiten edhe i falenderoj shumë. Nuk e di domethënë a mund dikush tjetër me të respektu ma shumë se që shkëmen respektu ata. Mirë po edhe une ja kun shpërbly me atë shakomutën ja kun shpërbly në fush. Adin edhe une nuk e harroj, edhe pse do keq kuptime e kanë ndodh kohën e funit, po shpresoj që kanë me më kuptu edhe ata. Dhe me thonë, ti vazhdojnë me mjetë Gjakovari i Prizrenit. Une vazhdojnë me mjetë Prizrenasë Gjakovës. Une kom nonën Gjakovës, une jom nipi Gjakovës. Gjus, po une jom rritë në Prizren. Futbolli më kanë mësuar në Prizren. Unë ABC-n e kam marrë në Prizren. Liria më ka dhënë mundësinë, Liria o klubi Zarmës, është klubi i qytetit tim. Edhe nuk diskutohet. Unë jam shumë i lumtur që unë kam luajtur në 3 ekipe më të mëdha. Trofshi Dukaçinit, Besën, vllaznimin edhe Lirin, sidomos te vllaznimin edhe Liria që i kam dhënë kohë më shumë të mëdha, edhe jam shumë i lumtur që kam kontribuar për të dyjat, edhe për vendinjët e babës tam, edhe nënës tame. Se nënën Gjakovës babën këtu, edhe nuk ka kurfar idhnime se futbolli kështu sot je dikun, nëse je dikun tjetër. Robi, gjatë karrierës, domethënë kur e ke pas kulmin e karrierës, a ke pas oferta për me dalë jashtë futbollit, edhe pse e dim një që ke qenë shumë afër vllaznisë Shkodrës. S'ka ndodhi që nuk u bë transferi, edhe pse thuaj se ka pas një marrëveshje. Në atë kohë edhe u kon futbolli pak më i lartë në Në 2008 kur e morëm kupën me vllaznimin, u jam kon me pa, unë nuk e di kush u kon me pa, edhe Elin Albani lujke në vllazninë Shkodrës. Me Kastriotin u kon Regjën. Po me Kastriotin, ma vonë duket ka shku Kastrioti tani, se Iliri ka shku pak më herë. Po. Se Iliri një herë ka luajtur në Elbasan, tani ka shku në vllazninë. Tani vllazninë Shkodrës. Edhe më kanë pa ata të lujt, ju kom pëlqy në qatë kohë Elvin Beqiri më doget, e ka lënë futbollin në lysha mbrojtësi djathtë. Edhe kanë thonë e gjatëm një mbrojtës djathtë edhe pe marrim. Edhe më thanë, mu një vit më herët, jo një vit më herët, po mu në prill më kesh vdek baba. Adin. Dhe me në prill më kesh vdek baba, në qershor u kon final Jakupës nuk i kish as 2 muaj. Unë alas isha ambientu as me mungesën e babës, edhe nona nuk ish mirë, po thash hajt ta provoj të sha rruga vjetër u kon atë 12-13 orë deri në Shkodër me shku. Tha që marrë, shkova atje, fola Ilirim një majke, Ilirim kesh propozuar edhe te ata. U morëm vesh, thanë që shto edhe mas një 2-3 ditëve, unë i kaldova mamës tem, po e shisha që mama po mërzitet. S'ka se s'kesh 2 muaj, sa din që shesh, kur diq baba mu, krejto që ti vazhdo karrierën se na i rina nënës gati, s'ka me talon vetë, kështu, po mas një 2 muajve zvike kërkush as me këqyra është nona gjalla jo.
e vllavi mu sa më ke shku në Gjermani, se e kam një vllav sa ke shku në Gjermani në atë kohë për më martu me letra, me bë letrat, nuk më i ke marrë kur dojke. Edhe u bën tridit e thash, unë po du më kthy, pse? Tha unë nuk kam mundësi me lënë në nonën vet, edhe me vazhdu këtu, unë me di që nonën e kam vet atje. Nuk ka shonta tash, nuk muj. Thash du më kthy, edhe plus një farë më kishmet një peng me vllaznimin, se kur e morëm kupën tash kena me dhon apet e kena me luftu apet për titull, se me lova që vazhdon. Që ky sponsorizim vazhdojnë donatorët kena me më shumë përpara. Edhe u ktheva për nonën tema, dhe në ktheva tash nuk e lë vet. Në qatë kohë vllaznia luke në Europa League, që shukon atër me Napolin. Kur sa arraj, theke, kime lujt me Lavecin, ma bëshin ata. Cavani, Laveci, këta lujshin Napoli. Pa, thesha, ondra e kisha adin, po kënin atë shau në me lonë nonën vetë për futbol, edhe njerë me këty kohën për mrapa, prape marë një vendim. Adin, edhe pse shumicën e kohës... Ka një peng, do me thonë, ka met peng që s'ke lujt. Po prape me këty për mrapa, unë e marë njëtin vendim, se s'kisha mujtë se unë edhe kur kom shku në Gjakov, unë kom në Gjakov, po e kom pas në afër, unë kom hip kiret për 30 minuta, kom rrim Prizren. Jem kthy çdo dytën ditë, kom marrë dhe kom pa, kom shku, kom kthy. Unë edhe çashtu, edhe alo e kom break në zemër që prapë kom lën pak vet, veç se kom shku deri në Gjakov, që e kom lën vet, edhe kur jam kthy kohë për vllaznimin çat kohë, jam kthy pikërisht për nonën se që më smu tani më nona, u bo me kancer në gji, edhe u smu edhe u dësht më kthy minet edhe më afër, se e nisha vetën keq, se unë të lujt, nonën smut nuk bën. E çto ka ndodhur tani do keq kuptime atje, po ju te kalu, besoj që njerëzit që më njohin më shumë për afër edhe më njohin karakterin e din se çu kon situata. Robi, për ata që se din, të ke lu edhe te Ballkani. Po. Për një pjesë edhe ke lu me disa emra bukur të mëdhaj si Fitim Krusha, Fillim Gorazio, Mirsad Idrizi, Agrani Strefi. Na, e ndeshjet i keni lu në atë kohën Ravec, që shë kujtëm këtë kohën me Ballkanin? Kjo koha e Ballkanit kur veç janë nisi mu bogate. Ata hinë në Super League, u konë kryetar Besim Kuqe, u konë kryetar, nëse s'gaboj, po ai u konë kryetar, edhe në mbledh këtë lojtarëve që shto edhe Bujar Thoqi, u konë një portier me neve, u bo ekipa super. Po në qatë koha aty u prish stadiumi. Koha ma e keqe në ashta u konë, momenti mirë u konë i Ballkanit, që u konë Super League, po koha e keqe për infrastrukturë u konë aty. Edhe shkova unë në Ballkan 6 muaj. Adin, po kom shku, edhe në Ballkan kur kom shku, unë jam kom vllaznim. Me vllaznimi, nuk u di ke shkau të ndodh me fatin e vllaznimit. Nuk ish ke kur fare, edhe meta unë e thuj ati si i vetëm. Edhe unë e fola me kryesin, tash qëre, mund të më tirë Ballkani. Unë me qef, nuk po du me shku. Jënë të më ofru do kurte, unë s'isha mësu kur me marr pare, kur njetë. Edhe ai tha qëre, shko, tha se njerë problemi o të na shumë keq, tha nëse ndodh diçka mas 6 muajve kthehesh. Ose mas 1 vjete. Tha dire në qelë ekip, po shko më se up mundësin, mëse ki me marë pare dhe jënë organizu. Edhe vendosa me shku, kur shkova s'ka stadium. Adin pa ta, edhe ata s'kan faj. Se aty në ju këshin thonë më në 1 muaj, 2 muaj në drejtë stadiumi, si qëta është pëthoj. Në 2010. Ja kanë që një foto 3D, po kësë. Po që pas që zotë që ashtu projekte më kalë të shenë që qëtu u konë një farë tregu i Gjelbert, të shenë kjo heket, këtu kom më drejtë stadiumi, bile me shpesh e nguci, ato e kom shok një farë fasdin, dhe ke qëtu Bernabeu kom u bo, që kena me lujtë, unë o të shë pështu ma din, edhe së bo, tani shkojshin me ushtru në Ravec, tu shku në Ravec, të shenë ktheu një në rrugë, sa ma draqë, kena stërvitje. Jësë më në alëshon terenin në mushtisht, kena stërvitje, plus u konë nuk ka pas autostradë, vishim na prej Prizrenit deri në Cuarek i bëshim 50 minuta, 1 orë. Se shumë gushve madhe, maltretim shumë i madhe, nuk kena lojt, masane i fillu me lujt dikur në Prizren, ekipa ke shumë me mirë, mujtëm, mrena s'kena pas humbje heq, i në konë venin e 2-3, lushim super. Edhe, kur e pash që nuk po shkon, nuk mujsha mua, adin u losha, s'mujsha me dhona s'maksimumin, adin. Pa, sigurisht. Edhe, tha kryetare, mas u kryj sezona dhe kur dënë me net, mundet me net, kur dënë mundet mu largu. Adin unë e qova dohen të ashtu në s'pëmoj, adin mledhe, qështu direkt e qova dohen të ashtu s'pëmoj. Pse, qysh tek, po dhe ashtu ja tha qështu, nuk pëmoj se shkon sa ma draqë, shko atje, shko këtje. Momenti ma i keq, të shakon, veç kisha pas që shumë më konë pjesë e Ballkanit tash, kër i kanë pas, veç stadiumin, jo kushtet, për pare përsen, jo se, edhe këtin vejë kisha bo nëse e meritoj, jepmin, nëse se meritoj, mës më jep. Po kisha pas që më konë qatë pjesë, më konë pjesë e historisë, mirë po, jam shumë i lumëtën që më konë pjesë e Ballkanit, dhe tash Ballkani ka bo histori, edhe normal ja ka mundsu edhe ekipeve tjera me pas të kushte se kur nuk i kishin pas mos të ishin kanë Ballkani, drita e këto me pas rezultate në Evropë. Kështu që është mirë që u bë, po u ka një periudhë
e monishme, po kanë shumë e mirë se kena kalu mirë me këta lojtarë që i përmend aty, se i kena pas ekipin shumë të mirë. Shumë të mirë. Mas Ballkanit vjen rikthimi në Prizren. Edhe në momentin ma të duhur për minimu liris me rikthim në Super League. Pastaj vjen edhe pensionimi. Fillimisht na fol pak për çet rikthimin te liria, që morë vendimin, kur ka pas klubi mas shumë të nevojë, tani edhe deri te pensionimi. A i kon gati? Ondra me çdo herë kon që unë më kthy te liria edhe me dhon maksimumin për lirinë. Mi ka duhet edhe këtinve që ku të shkoj e jap maksimumin edhe se për çato jam njoftën për luftë në fush. E thash edhe në fillim, jo për ndaj kvalitet për ndaj sa tjetër mirë, po shoqë tash që ka mundësia që kush punon, kush lufton, mundet me ecë përpara, se talenti nuk vlen shumë. Normal. Edhe me Mirsa Çollaku, kryetari i klubit, tha çto do të më kthy në liri. A dhe veç, a ma ebni mu që të mundësi, se unë e mu këthy në liri për njëherë. Plus e thash edhe në fillim që nona nuk e kom pas mirë, s'mu, thash unë e po këthejna direkt. O kry më ka këthy, dhe prej ati momentit tani, edhe aty më kanë respektu direkt, mas një 3-4 lojve, 5 lojve më kanë bo kapiten, se lojtar ma me provoj, kisha eksperiencë, aty pa do lojtar të ri, edhe do lojtar tjerë që i më kanë shumë kvalitet, edhe vazhdu më këthejva, edhe sa ishin kthy ata në Super League. Vazhdu metën pjesë të Super Ligës, prap metën pjesë të Super Ligës, hecë mirë, tu thy që tu qa çdo lojë, tu i dhon maksimumin, na përkran çdo kryesi që ka ardhur tani, plus shitja vedatit lirisi kanë ndihmuar shumë tani, se nuk ka pas probleme financiare. Prej kohës Mirsatit e deri tash nuk ka pas probleme financiare asnjëherë. Po i na kanë një gjenerat pak se s'kena pas fat se edhe në pandemi neve na ndodhi një far rasti që si ka ndodhur kërkuj hiç. Si sot lutem në një lojë. Jo, në fakt lutem javën e kaluar, hopëm një lojë rom vendin e tretë. E kishim një lojë tjetër me vllaznin e Pozhranit ku hop virusi i parë. Që dol në Pozhrana, ku dol? Në Viti. Në Viti kishim me lut me vllaznin që u kanë në stadium, s'po di diçka çështo, edhe na kishim me lut çat lojë. Me fitu në atë dalim vend dytë. Edhe vazhdojmë se vendi i parë dhe dytë u fut në Super League. Arbria luti një ditë më herët se na. Fitoj, na kaloi dul në vendin e dytë, na metën vendin e tretë. Tash neve nesër s'po na lën me lut, se u përhap virusi. Tabela mete në vendin e dytë, vendin e parë Malisheva me Arbin, hinë në ligë na metëm. A na të luftu ekipet së parë. Ja keni pas sherrën. Ja kena pas sherrën virusit, se mas tani metëm edhe 2 vjet tjera, se nuk fillëm. Nuk ka pas shans më fill, se shkuan lojtar që i mojshim aty në Shqipënisë, shkuan edhe nuk do të më bëj ekipën për fillimit, me zori që të manena se si leshin me kalu pa vaksina, me vaksina, u bë sfilloi kampionati. 6-7 muaj pauzë, Superliga vazhdoi, tani u do ekipa. Nashta u kon më herë se mu po m'pëlqen kjo me dy grupe, është më mirë mu kon. S'kam që mu bashku liga, po vendimet janë vendime, s'kishka me bë. Ama te liria funi karrierës tam, te me prej moshës 30, 31 deri në 39 kur e kam lënë futbollin, janë momentet më të mira që i kam kalu, edhe që jam më i lumtur që unë e kam mujt me dhon maksimumin për tifozët e qytetit tam. Sot më kanë përkrah se deri në far mënyrën nuk e kom besu që në Prizren kom e pas qas shumë shikueshmëri. Se unë u pata shkput edhe jam koncentru, unë kur punojsha me një klub edhe kur isha unë koncentrohesha veç me çat klub. Nuk më interesoi ke mu klube tjera. U pata koncentru veç te vllaznimi edhe mendojsha që nuk ka diçka tjetër përveç vllaznimit. Kur erdha këtu, kur e pash më kallzeshin shokët, që se ka shikueshmëri, jo thashë se s'ka shikueshmëri te na. Kur e shisha një lojë 5000 vet. 5000. Tu ka diçka tjetër, po doshka këtu mi dhon zor se s'bën atë. Edhe tani e keni pa edhe vet tani në barazh. Jo në barazh. Hala janë ajo pamje më kujtohet domethënë Robi kreti shkym krym barazh edhe pse si nikon favorit arritër me qitë ferizojnë prej ligës mu inkuadru në Super League, jo. Me mendimin e Arpajikve na i nahi në ligë, thash edhe ma herët. Nuk kum besu, mirë po mos më kon ata, na nuk ishim mund as me mri deri te barazhi. U kon e thotë ti nuk e na kon favorit, mirë po gjithë kena besu na te forca atinve. Po adin ta çon zotin e farfuqie se ka funi karrierës, është shumë vështirë me lut futboll. Unë thash edhe në fillim nëse kisha kthy diçka për mrapa, këtë vendimet shka i kom marrë në jetë, si gabime, si për mirë i kisha bën jetë, vetëm që e kom vazhdu futbollin deri në 39 vjet, nuk e kisha bë edhe një herë. Funi karrierës për mua kanë shumë i vështirë. Non stop më kanë paragjyku, ky s'po mon, ky lut mirë. Ky plaki non stop,
Ki lut mirë, çfarë plaki po mundet hala. S'ki lut mirë, do të më lan ky plak, pjazën vendin të rive, s'bën, a den non stop çështo e kum shty fundin e karrierës, ju mkon shumë i para unë kum hin loj me 100 milion stresa, kërkush nuk e din. Po sa kon tani vështirë për me marr vendimin për Melon. Vendimin për Melon e kam marrë 1 vjet më herët. A 1 vjet më herët? 1 vjet më herët unë i kum thonë kryesisë klubit që unë do me lëm futbollin në fund sezonit, hinë me sinë në Super League. Vetëm inshallah hina në Super League o zot, thosha se i kompletum edhe po du se nisë nishat u formun. Po. Edhe po du mi marr nisë nishat me punu me lojtar të ri, edhe më u kallzu për eksperiencës tam. Edhe me vazhdu me nxjerr lojtar të ri, çu do të më luftu, çka do të më bëj, edhe më tregu që s'vlen mo talenti. Po veç puna edhe përgatitja psikologjike, se talent mo nuk vlen, po ti s'ke përgatitje në çdo 2 sene. Po, sigurisht. Edhe u kon shumë i vështirë. Çdo lojë që ka leke, plus nuk luajsha kafuni. Çdo lojë që ka leke thosha ka le edhe një lojë. A den s'po moj, ka le edhe një lojë, a din ka le edhe një lojë. Kur kanë murose me lut në barazh. Unë ondra kom pas me lut atje. Ondra me më modh kon me hi, me dhon kontribut edhe me shtil i rin Superliga. Den se kena vujt shumë një 4 vjet na për me hin Superlig nuk mushim. Më rishim deri te cakit për pak dështojshëm. Se që ke liga që me 2 grupe sa ka të mira ka edhe të këqija. Për shkak se o shumë e vogël. 2 barazhe. Lun 2 barazha, me bë veç një gabim, me bë sonë zan, mos janë 27 lojë, nuk janë si në Super League 36. Mundesh me rikuperu, këtu nuk mundesh, këtu është shumë vështirë. Të mund rivali direkt edhe shkove. Gjithmonë për pak kena me të kunara që e mundësi me shokët, kena pas një gjeneratë shumë të mirë aty që kena luftu shumë për klubin. Kena bë shumë, edhe tham ç'kjo momente na mo o po him shtos, po him mohor. Po, sigurisht. Edhe hinem shoqër Zotit, nesër ran prap po. Me rëndësi na e dham ata shka patna prej vetvetes me ndihmën e krejtë. Qëllimin e keni arrit. Qëllimin e keni arrit. Hina në loj, u qava, u theva, jo me dalë se me gjak. O dhe shë jo me gjak, po ndërprejt loja, e unë e pa lujt. Njërë si lejtor, më duket ma shumë kërkush su gjakus, edhe shpesh të kanë krasu me Kjellinin, edhe pse jeti fazin tjerit. O ja, vish me Kjellinin mos. Edhe ai ka domethënë çështu identik, çdo lojë thuaj se na i fashin kohë. Kur je lojtar edhe angazhohesh edhe kur hin lojë që ti s'ki me kursy ku gjapi vetvetes, atëherë nuk dosh me kursy ku gjapi vetvetes. Unë e kum thonë edhe në erave tjera që sa e kum dalë lojë, e kum kthyer është ndihma shpejt aty, e kum pa që është, unë e kum ditë në fushë s'kam më dek. Tash zotër unë në ata kardiak me të kap, ti s'ki çka më bëse mund me na kap edhe çtu të net. Po në fushë e kum ditë që kanë me ardh ata s'kan me mblon me dek, ndodh çka të ndodh. A kum thy hundën, a vetllën, a synin, a veshën, a s'kum lën sa pa thy dhomt. Kreti kum thy në barazh kisha pas ty dhe dhomt edhe nuk e kum ditë. Ku desh me shku me rregullu prej fillimit. Kret me krah, me stvoli, që tash te gjithë secili për vetë thotë unë kështu, po secili ka kohën e vet që jep një kontribut, se te na kesh kuptohet në sen, se po du me cek që të sen se u bo diqysh si ta lojtarët për shembull që kanë luajt unë Pezoj ose në lojtarët më herët që kanë luajt nëpër klube. Ata mendojnë që futbolli ka filluar me ta, edhe marrën me ta. Legjenda. Ti futbolli ka filluar me një periudhë tonë, ka marru periudha jote, ka filluar jam. Ka marru jam e bën dikush me rëndësi u klubet me nat. Nuk fillon futbolli as me mua, as me ty, as me kërkon. Ti për kohën tonë, unë për kohën time, ai për kohën e vet. Edhe kur si Zanetën unë e du më shumë dini ndar, po ka marru. Jo, kur e ka përfundu Pelle dhe Maradona kanë thonë u kry futbolli, se kanë ditë që mund me ardh Messi, Ronaldo. Si vjen Messi edhe Bellingham, Jamal, plot po dalin tash krijuan në stop idhoj të ri. Që kjo mu më ka pengu shumë, a din se kur jep shonë maksimumin, jo ti nuk e din çka kena bëna për mos përmend emrat klubeve. Po thosha çka ke boti, unë e kam luajt 10 vjet. Po thosha unë e kam luajt 10 vjet. Ti 10 vjet, unë 10 vjet. Tash ti kontribut më shumë, unë më pak, po me rëndësi na jena mundu me dhon. Çfarë çka kena di? Sigurisht. Edhe që mos e më ka pengu shumë. Robert, gjatë kësaj karriere të pasur që e preku më thuj se cilën pjesë ka pak, e di që ki shumë me kallëzu se 20 e më shumë vjet me lu. Është po, ka gjatë shumë histori, po gjatë kësaj kohe, je konë edhe pjesë e përfaqësuesës Kosovës, i ke lu mi dhe ndeshje, na fol pak, se kushtet janë konë madh vështira, na fol pak për tubimet, për se tash, e kallëzove që mbes ke lu me një grup lojtarëve të mirë, Mitrovic me një grup të mirë, Prizren me një grup mirë. Po kur e mbledh me Kosovën, janë konë krejt bashkë, domethënë, një ekip i ëndër avashtu. Kur më kanë thirrë me shku të bëm Albert Bonjako, sa u bo Kosova edhe e lutëm një loj me Shqipërinë për pavarësi. Edhe unë më konë të ullon bazen. Edhe po më tirë Genc Hoxha, treneri, tha pasaportën, tha se kena me shku në Suedi, tha, një loj misore me lutë me Kalmarin. Edhe aty e kena një rast tash këme tregu.
Edhe ku? Te Kosova, mu dritë këtë trupi, unë tu lam bazen, mu dritë këtë trupi, thasham për Kosovë me lujt po. On drajeme, s'mosha me besu, thasha, o trenera, je sigurt, të ke pasoshën me shku me pru se kena me lujt. Tash, unë e Genc Hoxha për mu është njëri maj drejti që kom pa une edhe trenerin më të mirë që kom pas bashkë me Skënder Shëngyllin, aja që shodhin edhe Erdogan Celinën. Këta janë trenerat që une i kom pas që mu më kanë mësu shumë për jetë edhe për futbol. Nuk muj asnjëri për jetë, po Genc është numër 1. Edhe po thot me pru, unë si kallëzësha që unë pasaportën e kom çu dikun tjetër për me marrë një vizë se po du me dal jashtë atin se s'kisha kurse mo atin, desha me deportu jashtë, po për me pa qysh po shkon. Tha do të me pru pasaportën nesër në ora 12 me çu në federat. O e kom tira ato që ja kisha dhënë pasaportën, ama ke bo vizën dhe ke jo bima pasaportën, pse pret edhe pak, o bima pasaportën se ku me lut për Kosovën nuk bën thasha. Ai thotë që çush më kemi lut për Kosovën, o thasha për Kosovën ku me lut. Për kombëtar. Po, kena lojë misore ku me shku. Na foka zotit ma dha, s'dia as vet, çush me taksi ku mri deri në Prishtinë, rruga vjetër ka dule anena. Prej Suareke, sen Suareke kom pas pasaportën. Kom shku e kom çu. Tani vizat I kena marr në Shkup. Ku kena shku me marr vizat tu dridh, thasha, o zot inshallah ma kanë dhënë vizë. Na dha vizë. Tu ajo. Po, këtë me tu do vëlla, na stop tu na. Edhe shkum në Suedi lutem me kanë marrë një lojë misore. Edhe çaty në Kallmar kena pas si një far prove une edhe Mentosh Drella. Bërim kurs harroj, u kon edhe Mensur Duraku, këta janë kon pjesë e kombëtarës, na urojshin fat neve tash ai tek inshallah kallzoni edhe keni me met në Kallmar se e triti veç u pa transferu. Po, pa transferu. Se shka u bë çat lojë, nuk na përmendë kur kërkush mo. As nuk nga dha kur gjo, as hiq. U këthym Kosovën e thash, nashta më qel në faka, du me met në Kallmar, adin... Po, në Suedi. Në Suedi, me jesë për para, nuk u bo kur mos komona e përgjigje pse. Pse s'na kanë pëlqy, pse s'u bo, edhe u këthym Kosovë. Tani, lutëm 2000. Dhe më thonë nuk najtet as një dit për prova. Ja, s'najtëm, vesh në lojë kanë pas me na po. Vesh në lojë kanë pas me na po, jo kështu klubi. Po Kosova me Kallmarin në lojë, kundër time me na po. Po se shka ka ndodhë nuk e di. Tani, lutëm lojë për pavarësi, që e u kon loja që unë e moj me në mas shumë, edhe që i kom pas një moment shumë të keq. E një ditë më herët unë e erdha në Prishtinë, te Mushica, se Mushicën e kam, edin edhe jo shokin më të mirë që më kam jetë, një ndër shok më të mirë për futbollit. Edhe Cimer. Edhe Cimer e kom pas, edhe shkova me fletë aj, edhe nesëmit mu bashku në hotel, hongërëm diçka, na përgatiti diçka me hongër, u helmova une. Ton natën të këthy, bile maj u tuti, këtë mësë pëmgjon diçka, mos be ftyra. Se ke qysh do me lut nesër, dhe isha nesër I dekën. Veç më mos me lut, se unë e pa lut nesër nuk e lëm me ditë që des. Aden, po të ke me bo me dështu, po thësha jam të lut për Kosovën. Lojë vendimtare që na hub në pikë, nëse nuk është, lojë për pavarësi është, të kënaqur jo. Veç tash më zgabon me kallxu, apo din. Se lëm të luj. Po, lëm të luj. Shkum nesër. Edhe kon full stadiumi. Kanë zonë më shumë se ky ndresti. Penalti ku bëunë tani. Kursa e Mushica më kishë Mushica në gol të ka. Oj heli më. E bona penalti një pjesë e luajta, po çato 10 paraqitje që I kam unë ëndra kom pas me vesh përfaqësuesin e Kosovës kur më kanë thirrë mas se lash karrierën për veteran me lut. Nuk menesha 2 herë, më doket që më të lut si 18 vjet. Por çato në herë me lojtarët e Kosovës kur nuk mund me dhon maksimumin, edhe pse I kuptoj, prap bona nervoz tam, o jepni prezant se dikush e ka pas ëndër me lut që ditë ku jeni ju, s'po mundet a din, po unë e di që edhe ata na kuptojnë edhe na I kuptojnë, po janë momente kur na shprehem emocionalisht. Nuk është që e menojnë na 100% ashtu, si do që nuk e kanë prek fushën vet. Se kush e ka prek fushën vet, I kuptojnë lojtarët. Është na herë ti don me dhon maksimumin, po nuk hes, nuk mund. Nuk shkon në vllaz, nuk mundesh me zar. Po në parim ata e kanë dhënë, e kanë bërë atë vetën, po lojt me Kosovën janë të veçanta, 10 janë, po janë më të veçanta që I kanë. Kur jemi po te Kosova, se edhe në pyetje këtu. Për këta që po na refuzojnë ose po hezitojnë pak me pranu Kosovën, a ki naj këshill ose naj. Unë e kam thonë edhe më se po thua është ëndër. Normal edhe unë besoj që është dikush e ka ëndër edhe normal që s'na met hatri se u bë pak një varë diskursi I krijuar apo shkojmë për Shqipërinë, po na vjen I natë normal se nëse s'luajmë për Kosovën, secili kemi qef me lu për Shqipërinë. Po unë këta që zgjedhin Shqipërinë, unë nuk jam kundër që zgjedhin Shqipërinë, apo din, se na e kena përkrah me vitet tona kombëtarën e Shqipërisë. Mirë, po vazhdojmë me bërkrahase. Po, edhe unë me të kallzu drejt unë jam për bashkim kombëtar. Mirë, po a pet mendoj që do të më pas 2 kombëtare, se mundësia më e madhe për futbollista o me lut, sepse ti s'kishe mujt me pa kur këta 22 të tjerë. Kur s'kishe mujt me pa ti vetat Muriçin të lut nëse ishim kon 2 kombëtare për shembull, se kish dal Armand Dorboja se kishin thirr vedatën, ose kish dal
ai Jasir Hasani të lut se kishin thirrë Zhegrovën, Zhegrova s'kish mujt me lut për Kosovën, ose Anasjeldas, ai s'kish mujt, Zhegrova kish mujt. Këto i kanë dy mundësi, mundna më bë shumë dy të forta. Nuk mundna që thonë më bashku bëhem një e fortë, jo, mundna më kon edhe më dop nashta. Pse se masane konkurenca më e madhe, ka egoizëm, kena me pas probleme shumë më të mëdha. Po unë mendoj që kur të bëhet ftesa për Kosovën ti nuk duhesh me menu. Ti duhet me zgjedh Kosovën. Se si me tirë ty kjo luftë në sport. Si me tirë ty në luftë, ti më thon valla s'po vin luftë me luftu për Kosovën, atë kundër okupatorëve që e kena pasur. Ti duhet marrë me luftu valla. Ti çfarë ke marrë me luftë, nuk do ti Kosova është obligim ti ekip për detyrë marrë me luftë për shtetin tan. Robert, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi edhe pse me zgjat podcasti edhe 3 orë kem çka me fol për futboll se duket që 5 minuta që valla. Që 5 minutë. Sa ashtu po na duket. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë që gjete ku me na nderu me ardhjen tonë. Faleminderit shumë edhe për juve. Çdo herë ju më keni përkrah prej fillimit karrierës deri tash, edhe tash mas karrierës unë jam kom me bash për vete. Sa herë do që ka nevojë për me kallzu për eksperjenca, për çdo sa që është e mirë për futbollin e Kosovës, na për çet punën nuk kena për asnjë tjetër. Kështu që ju falenderoj shumë edhe ishte kënaqësi, po më duket tash edhe një si më kon 5 minuta që kena kaluar. Shumë faleminderit. Shikues të nderuar, pa harruar ti falenderojmë edhe një herë sponsorët tanë të cilët janë Golden Eagle, Patos dhe KGM Sanjon Kosova. Ju faleminderit, shihemi në javën e ardhshme. Mirupafshim.